Moderatorja e dashur e ekranit, Chiara Tito, ka rrëmbyer sërish vëmendjen e rrjeteve sociale me një postim tepër të ëmbël dhe kuptimplodh. Ajo ka ndarë një foto të vajzës së saj të vogël, Luna Mari, e cila këtë herë është shfaqur e veshur me fanellën e kombëtares shqiptare, në një moment të veçantë për të gjithë shqiptarët, ndeshjen mes Serbisë dhe Shqipërisë. Vogëlushja shfaqet ulur përpara televizorit me një shikim plot kuriozitet e pafajësi, ndërsa familja Elli duket se po e ndjek me emocione të forta këtë sfidë që gjithmonë ngjall ndjenja krenarie e bashkimit kombëtar. Në foton që po bën xhiron e rrjeteve, Luna shfaqet e mbështjell me një fanellë që duket shumë më e madhe për trupin e saj të vogël, por që përmban një mesazh të madh, dashurinë për flamurin dhe kombin. Chiara, gjithmonë e kujdesshme për të ndarë momente pozitive nga jeta familjare, ka arritur të përcjellë me një imazh të vetëm gjithë emocionin e një nate që bashkon shqiptarët anë mban botës. Nuk është hera e parë që familja Elli bëhet lajm për mënyrën e natyrshme dhe të ngrohtë se si ndan copëza nga përditshmëria e tyre. Këtë herë, ndjekësit janë shkrirë nga ëmbëlsia e Lunas, të cilën shumë prej tyre e kanë quajtur tifozja më e vogël e kombëtares. Komentet janë mbushur me zemra kuqezi, urime për Shqipërinë dhe komplimente për familjen që tashmë është kthyer në simbol të dashurisë dhe pozitivitetit. Teksa ndeshja zhvillohej, duket se në shtëpinë e çiftit sundonte një atmosferë e gëzueshme e mbushur me emocione. Luizi, i njohur për dashurinë ndaj qytetit dhe vendit të tij, duket se e ka përcjellë këtë ndjenjë edhe tek e vogla Luna, e cila tashmë po rritet mes vlerave kombëtare dhe ngrohtësisë familjare. Ky moment i vogël, por me kuptim të madh, është një dëshmi e bukur e mënyrës si dashuria për atë dhe unë trashëgohet që në fëmijëri. Në fund të ditës, fotoja e Lunas me fanellën kuqezi nuk është thjesht një postim i ëmbël, është një kujtim që do të mbetet në mendjet e ndjekësve si simbol i një familjeje që e përcjell dashurinë për vendin me buzëqeshje e përzemërsi. Me këtë gest të thjeshtë, Chiara dhe Luizi na kujtojnë se të jesh krenar për flamurin nuk ka moshë dhe se çdo moment i vogël familjar mund të kthehet në një festë zemre për të gjithë.